Ju falemnderit zoti kryetar për këtë moment veçantë. Të nderuar zonja dhe zotrinj, unë quhem Sofi Gjafo dhe jam nxënëse në klasën e 9 në shkollën publike Naim Frashëri këtu në Tiranë. Jam shumë e nderuar të jem sot këtu me ju. Më ka qelluar ndonjëherë t'ju shoh edhe nga televizori, por kjo sallë në origjinal pas ka një hije tjetër, më të rëndë. Besoj për shkak se këtu miratojnë ligjet që rregullojnë jetën tonë. Nesër është dita ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Një ditë që na kujton se të gjithë fëmijët, kudo ku jetojnë, kanë të drejtë të jenë të sigurt, të dëgjohen, të shkollohen, të luajnë kur janë ende të vegjël dhe sidomos të rriten me shumë dashuri. Shumë prej jush janë prindër dhe jam e bindur që si të tillë, mirëqenien e fëmijëve tuaj e keni gjën më të shtrenjtë. Apo siç thonë edhe prindrit e mi, është ajo që jep kuptim jetës së një të rrituri. Ndaj më lejoni që edhe në emër të gjithë fëmijëve të vendit tonë, t'ju kërkoj shumë modestisht që kur punoni çdo ditë të mendoni edhe për ne, për të ardhmen tonë, për ëndrat që kemi dhe për çdo fëmijë që ka nevojë për ndihmë dhe mbrojtje. Fëmijët kanë nevojë t'i dëgjoni, t'i kuptoni dhe t'i ndihmoni të rriten, të rritemi të lumtur. Dua të ndaj me ju një lajm të rëndësishëm. Sot po njoftohet ngritja e grupit vullnetar Miqtë e Fëmijëve, me pjesëmarrjen e 24 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilat do të angazhohen për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Qëllimi i këtij grupi është shumë i mirë: të dëgjojë zërin e fëmijëve, të mbështesë ëndrat tona dhe të ndihmojë që Shqipëria të jetë një vend më i drejtë, më i sigurt dhe më i dashur për të gjithë fëmijët. Na duhet ndihma juaj që çdo fëmijë të ketë një të ardhme më të mirë këtu, në mënyrë që prindrit e tij të duan ta ndërtojnë të ardhmen në Shqipëri. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Uroj që çdo fëmijë të kalojë një ditë sa më të bukur sot. Punime të mbara edhe Kuvendit në vazhdim.